Të dashur qytetarë, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, miratuam aktin normativ të fundit të vitit për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2025. Disa nga çështjet kryesore që miratuam nëpërmjet këtij akti normativ janë mbështetja financiare për familjet të cilat përfitojnë ndihmë ekonomike, si dhe për personat me aftësi të kufizuar apo kujdestarët e tyre. Masa e mbështetjes financiare në formën e bonusit të fund vitit do të jetë 15.000 lekë apo rreth 150 euro. Në total, nga kjo nisëm, do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliard lekësh. Një nga vendimet më të rëndësishme të ndërmarra nga Këshilli i Ministrave lidhet me përdorimin e fondeve nga ana e ministrive apo institucioneve buxhetore. Është vendosur që për të gjitha ato fonde të cilat nuk do të shpenzohen nga ministritë apo nga institucionet buxhetore, do të kalojnë në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që ka bërë Ministria e Financave, vlerësohet se shuma e cila minimalisht do të kalojë në këto llogari do të jetë në masën 150 milion euro. Kjo shumë do të përdoret për reformën e pensioneve, të cilën kjo qeveri tashmë e ka nisur. Nëpërmjet këtij akti normativ, ne do të mbështesim edhe sektorin e bujqësisë, ku fermerët do të përfitojnë një shumë prej rreth 2 miliard lekë shtesë nëpërmjet skemave mbështetëse. Në total, fondi i alokuar për vitin 2025, ku fermerët kanë përfituar drejt për drejt nëpërmjet këtyre skemave mbështetëse, shkon në masën 6.4 miliard lekë, krahasuar me 5.3 miliard lekë që ishte në vitin 2024. Shëndetësia është një tjetër sektor që do të mbështetet nëpërmjet këtij akti normativ, ku do të përfitojë 18 milion euro shtesë mbështetje për ilaçe nëpër spitale. Edhe pushteti vendor do të përfitojë nëpërmjet këtij akti normativ, duke u mbështetur me rreth 1.2 miliard lekë shtesë, fonde të cilat do të përdoren për të shlyer detyrimet më të vjetra të prapambetura. Në total, vlera që po ja alokojmë pushtetit vendor është e barazvlefshme me rreth 40% të totalit të detyrimeve të prapambetura që kanë këto bashki. Këto janë vetëm disa nga politikat që kemi parashikuar në këtë akt normativ, natyrisht për të garantuar që fondet publike përdoren aty ku nevoja është më e madhe. Ministria e Financave, nga ana tjetër, është këtu për të garantuar stabilitetin ekonomik, si dhe të zbatojë politika të cilat synojnë mirëqenien sociale të qytetarëve të vendit tonë. Ju faleminderit.